Askush për juve nuk guxon me dal me thonë se nuk ka shantazhe në Gostivar. Sot shantazhet në Gostivar shihen. Po çfarë shantazhesh? Prekin xhepin kuletën e qytetarëve të Gostivarit. Se në një farë forma tjetër të gjithë jemi të lidh, ose për EVN-n, ose për ujësjellsin, ose për mbaruesin, dhe jeton me bindje ka lëpi i vëllezërisë muslimane të Vredit që ti shantazhoj njerëzit. Unë nuk e di çfarë morali është ai, nuk është moral. Nuk mund përbyset rezultati me 16.000 vota ose 4.000.000 Gostivar. Prandaj, Nevzat Beta është mirë të mos e pranoj kandidaturën, të mos dal, të mbetet me nam. Dhe dale haptas i thoje, unë ndëgjoj imamin e shqiptarëve dhe tërhiqem nga gara e Gostivarit, se nuk duhet bëhem vegël, kondom i Mickovskit për zgjedhjet lokale, vendore, se jeta vazhdon. Jeta vazhdon edhe pasi të vdes Tim Shkupi dhe Nevzat Beta. Se në jetë nuk ka vdekje, në jetë ka vetëm jetë, ka gjallëri.